Falënderimi dhe lavdërimi të kanë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, për temën e shkurtër që do të flas, e keni dëgjuar shumë herë, por e pas të arsyeshme të them disa fjalë, sepse mendoj që jemi brenda kësaj. Bartjen e fjalëve e ka ndaluar Allah, edhe Allahu fuqiplot, pastaj e ka ndaluar edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njeriu, si cilën herë ajo çka është ndaluar, ka dëshirë ta vepron. Njerëzit që bartin fjalë, asgjë të keqe nuk bëjnë përpos se. E ndajnë burrin nga gruaja dhe anasjelltas. E ndajnë babën nga fëmijët e vet dhe nanën nga fëmijët e vet. E ndajnë shokun nga shoku. E ndajnë nxënësin nga arsimtari, studentin nga profesori, edhe talebën nga hoxha. Edhe e përzin popullin edhe e bëjnë lamç. Edhe nëse dikujt ja merr mendja që kjo nuk është keq, atëherë qenë ka mirë me I bajt fjalët. Mirë po, barësit e fjalëve janë dy lloje. Ata që paguhen dhe ata që e bëjnë për hir të Zotit, jo. Veç me shejtanin mundën me pas punë. Do me thonë, kemi një kategori që marrin rroga për me e shpionu popullin, e merë fjallën këtu e qonë atje. Disi, kur ta marrin vesh se, o I thot, o gjo, vallave më zota ma, rrogë ku marë, edhe po papari nuk jetohet. Ama ki tjetri, po tipseve, thot unë e kam hobi, kur s'kam punë e luj derën. Aha, ti kur s'ke punë, fjallët e mija dhe tuja dhe të ati dhe të I e qonë atje ku s'duhet, ha? Kjo, unë tash pak seriose dhe pak si në loj, mirë po të ndershëm vëllezër, bajegi fitnë e madha është kur njerëzit fjallën që unë nuk dua, a e kam thonë, ti e qonë dikun tjetër. Allahu në Kur'an thot, wala tuti kulle hallafin mahin, dhe ti asë si mos I përull dhe mos e respekto atë që betohet rrejshëm. Hemmazim me shaim binemim, edhe lajkatarin atë që është I poshtër dhe atë që transmeton fjalë, mos e respekto. Fatkeqësisht, gibeti, barqet e fjalëve dhe të muhabeteve janë shtu, e asë se si të paksohen. A fitnën asë të madhe e bajnë, sa që edhe qarë që bajgit forta në botë, nuk mundën me mbjell një fitnë në brenda nesh që e mbjellim ne, si musliman dhe si shqiptar dhe kombeve që u takojmë. Jo rasisht të ndershëm vëllezër, e ka qortua Allahu këtë çështje, sepse nuk sjell hajër, vetëm se sjell sherr, dëm. Thot Allahu në Kur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Mirë për ata që përqeshin dhe shpifin. Alladhi jama malan wa addada. Ata që përqeshin dhe shpifin vetëm se të bëjnë tolla, e pastaj kur s'kan punë I njehin dhe I ruajnë për ardhmërinë që ata e meditojnë dhe e mendojnë. Yahsabu anna ma lahu akhlada. E ata pastaj mendojnë se pasuria e tyre do të jetë e pavdekshme. Kella
la yumbadhanna fil hutama. Allahu thot, ja. Ata njerëz mashtrohen, sepse ata do të hidhen në hutame. Wa ma adraka ma al-hutama. A dini çka do të thot fjala hutame? Thot narullahi al-muqada. Çka është Shqip? Zjarri i ndezur që e ka ndez Zoti për shpifësit, për ata që bartin fjalë, për ata që vjedhin pasurinë e tjerëve. Allati tattaliu ala al-afida. E pastaj Allahu thot, i cili zjarr do të depërtojë dhe në zemrat e tyre. Innaha alayhi mu'sada. Edhe Allahu atë zjarr do ta bën si saç. Ne të gjithë e dim saçin, çka do të thonë. E shtri njeriu edhe ja vendon saçin mbi atë. Fi amadin mumaddada. Edhe do të jenë në zjarr si shtilla të gjata flakruese. Inshallah Allahu na ruan dhe na udhëzon të ndërshëm dhe zonë. Mirë po fatkeqësisht, ndoshta s'është numri i madh, ama pa hiç jemi. Ka dhe do të ketë. Ne nuk mund ta humbojmë këtë. Mirë po të ndërshëm vëllezër. Shumë be paparën e këtë punë e bëjmë. Nuk do me thonë që me të holla e lejuara. Që kur të thamë, ka njerëz që bartin fjalë pa rroga, nuk do me thonë që bajka me marrë rrogë dhe me bajt fjalë. Në të di rastet e ndalume. Në të di rastet ki njeri në qëfëse nuk pendohet. Wallahi xhenenejme nuk i ikë. E dini pse? Po ju keni ndëgju muhabete se sa njerëzit kanë probleme me fëmijët e vete, me familjet e vete, me shokët e vete, për shkak këtyre fitnexhive. Ato ndoshta nuk janë shumë, ama një e prish një mahall dhe një qytet dhe një katum. Pse saj veç për sjell, kush çka ban edhe shkoni. Lene si i çon fjalë, por edhe i shton. E pse i shton? Që mos mi pa musliman të mirë. Mos më na pa neve mirë. E në njeri që nuk ka dëshirë mi pa vëllezërit e vetë mirë, qofshin vëllezërit e tij në xhak apo në fe, vallahi ai njeri nuk e di se si do të del para Allahut fuqiplot. Të ndërshëm vëllezër, suratul Falaq e kanë dëgjuar dy ajetet e fundit, wa min sharri naffathati fil uqad. Bëni dua dhe lutje Zotin, o Zot, na mbroj nga sherri falltoreve ose fallxhoreve që frinë në nije dhe bëjnë magji. Wa min sharri hasidin idha hasad. Edhe na mbroj nga njerëzit që janë ziliqar dhe shfaqin zili. E njeriu që është ziliqar, aq i natëm dhe mlef ka, sa që nuk ka dëshirë ti me qenë mirë dhe unë me qenë mirë, edhe atëherë fillon me shpife, me barë fjale, lloj-llojshmëri, krejt veprat i bën, vetëm se ti me të fundosë edhe mu me më fundosë. Po në fund dy hadithe të ndeshën vëllezër kërkoj falje, thot Hudhaifa ibn Yaman radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hinë në xhennet ai i cili bart fjalë mes njerëzve. Nuk hinë xhennet ai i cili bart fjalë mes njerëzve. Dhe hadithi i fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka kalu ka varezat, ka qenë me shokët e vet dhe u ka thonë, a i shifni ata divare? Sahabët i kanë thonë, po ja Rasulullah, ata dy njerëz janë duke u dënu në varë. Ata i kanë thonë, mirë, ja Rasulullah, pse dënohen ata? Thot njëri, dënoheshte se kur urinonte, nuk e mbronte veten, a shkonte në xhami pastaj. Jo, du të me mbrojt veten. Mos me marrë llamin edhe e këtë dunjas me i fut në xhami. Edhe në shtëpi, njësoja. Edhe i diti thot, dënohet e dini pse, se shpifte dhe bart të fjalë.
Të ndërshëm vëllezër, të ruhemi dhe të mbrojmë veten nga çdo gjë që është e keqe, sepse nga e keqja nuk ka pas dobi askush, as Abu Xhehli, as Faraoni, të gjithë janë shkatruar. Pse? Se kanë bërë keq. A ne duke pas parasysh, duke e di që jemi musliman, e kemi fenë të vetme të pranuar, fenë më të bukur, më të mirë, që gjithë shka në mëson, në edukon, në udhëzon, edhe me gabu, njeriu gabon, mirë po, kthehet, pendohet, e jo me vite. Insha Allah, ata që mbajnë fjalë nuk e kanë mision, po e kanë nga habia, nga hamendja, nga batiduria. Se me qenë sa ata që bartin fjalë dhe shpifin, e kanë edhe mision për me shkatru popullin tonë. Ta dinë se vetëm Allahu e dinë se çfarë dënimi do t'ju jep. Ama sipas ajeteve dhe haditheve ata do të mbulohen me saç në ditën e gjykimit. Inshallah Allahu na zot edhe të gjithë së bashku në xhennet nason. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.